Unë jam Ed Violi, aktivist prej 16 vitesh. Para aktivizmit kam qenë angazhuar me disa parti të quajtura të djatha, thonë za. Po prej 2013 se këtej nuk jam marrë absolutisht me asnjë parti dhe ka qenë angazhimi im vetëm në aktivizëm. Jam organizator dhe themelues dhe lider i zgjedhur nga populli i Kuvendit Komunitar të Krajinës Dukat Raxhas Radhi Morikum, bashkë themelues, bashkë organizator i rrjetit të aktivistëve atletar në 2017 bashkë me shumë aktivistë të tjerë. Kemi bërë shumë protesta, shumë organizime shoqëri zhvilluese, të cilat kanë kulminuar me thirrjen e protestës kombëtare të qershorit 2026. Tashmë kemi hyrë në javën e 5 të protestës kombëtare dhe protesta ka kaluar në një fazë më të pjekur, më të stabilizuar. Unë që prej ditës së 2 të 3 kam bërë thirrje për ndërtimin e një kuvendi kombëtar qytetar, kam gjetur konsensus qytetar dhe popullor kur e kam bërë thirrjen në mikrofon 3 herë. Kjo nuk do të thotë që pretendoj se gjithë qytetarët janë dakord, por do të thotë që ka marrë një pëlqim. Gjithashtu ka marrë një konsensus nga grupi nismëtar koordinues i protestës për ta formuar këtë kuvend kombëtar qytetar. Dhe kemi formuar një grup pune i cili është mbledhur në datën 3 korrik 2026 me një pjesëmarrje prej rreth 80-85 persona, të cilët kanë rënë dakord pothuajse me unanimitet për t'u angazhuar në këtë nisëm. Ideja është që ne të kemi një institucion të përhershëm i cili mund ta mbledh protestën kombëtare sa herë të jetë domosdoshme. Janë ngritur disa zëra në rrjet që therasin kush ju zgjodhi juve përfaqësues, ju doni të shuani protestën, ju doni të poste gjëra që janë absolutisht nuk kanë asnjë lidhje me të vërtetën. Mendojmë që të ngrihet një kuvend me 300 ose me 500 pjesëmarrës ndoshta, pra nga vetë numri kuptohet sa gjithëpërfshirës do jetë, të jenë të gjitha zonat, të gjitha krajinat, të gjitha segmentet e spektrit të aktivizmit që janë aty në protestë, të gjitha krahët fetare, ideologjik të ndryshëm që angazhohen në protestë, të rinjt, të moshuarit, të gjitha grup moshat, gjinit, e kështu me radhë, dhe ne do ta formojmë të se kemi marrë një dakordsi, pastaj do ta paraqesim përpara qytetarëve, përpara popullit protestues. Në qoftë se e marrim miratimin të qartë, vetëm atëherë do ta deklarojmë që ky kuvend kombëtar qytetar përfaqëson protestën kombëtare. Por në qoftë se nuk e marrim këtë miratim, kjo nuk mund të ndodhë. E dyta, protesta do të vazhdojë dhe është një nga kriteret kryesore për të qenë antar i brendshëm i kuvendit kombëtar qytetar, që nuk mund të ndërpritet protesta sepse do të ngrihet kuvendi. Përkundrazi, kuvendi do të punojë për ta fuqizuar protestën, për ta shtuar, për t'i shtuar numrat e saj dhe jo për ta paksuar, sepse ka një keq kuptim, mendojnë shumë persona që ju do ngrini një kuvend që të shuhet protesta dhe ju të merreni pastaj me tryeza. Jo, kjo nuk është e vërtet, absolutisht nuk është e vërtet. Kuvendi kombëtar qytetar do të jetë përforcues i protestës në shesh dhe jo konkurrues me protestën. Ata që morën pjesë në grupit punës pra në mbledhjen e datës 3 korrik 2026 janë njerëz që unë i kam thirrur, kam menduar që mund të ishin të dobishëm, ka pas dhe të tjerë që mund të thirreshin, po për shkak të migarkesës së madhe kam lënë pa thirrur, që ju kërkoj ndjes, por absolutisht nuk do të thotë që kush është e grupi i punës do jetë antar i kuvendit. Ka premisa të larta që këta të jenë, sepse janë persona që po japin kontribut, por jo domosdoshmërisht do të jenë. Sepse kuvendi do t'i filtroj vetë së fundmi të gjithë antarët e tij kur të formohet. Dhe edhe nga njerëzit që janë te grupi i punës do të ketë njerëz që nuk do të jenë dot antarë të brendshëm. Pra, duhet ta ndajmë qartë, grupi i punës për krijimin e kuvendit kombëtar qytetar nuk është vetë kuvendi kombëtar qytetar. Ka një diferencë shumë të saktë dhe të mirë sqaruar për këtë. Grupi i punës është grup që po kryen detyrat për formimin e kuvendit. Ka kritere për të bërë pjesë e grupit të punës, ka dhe kritere shumë të forta për të bërë pjesë e kuvendit të pamiratuar kombëtar qytetar, se kuvendi pasi të formojë vetveten do të dalë përpara trupës qytetare në protestuese. Nuk është se do të bëhet përfaqësues pa marrë miratimin e vet protestës. Po gjithsesi ne një formim paraprak do ta bëjmë, sepse kjo punë dikush duhet ta kryejë. Dhe këtë nuk mund ta kryejnë 300.000 njerëz në shesh, do ta kryejë një grup më i specializuar dhe ne po e bëjmë. Por çdo hap është menduar që në fund fare vullneti sipëror për të bërë pjesë, miratimi përfundimtar i përket trupës të qytetarëve protestues atje në protestën kombëtare. Këto kritere janë të shumta, po unë po them disa bazike. Një për shembull është që duhet të jetë personi, duhet të jetë atletar, duhet të jetë pro kombit shqiptar, pro aspiratave kombëtare shqiptare, të mos jetë person që ka prirje dyshimta për ndarje apo për çarje. Nuk duhet të ketë qenë eksponent i mesëm e lartë i partive të sistemit të vjetër,
ose nëse ka qenë deri te i mesmi, jo këta të lartët, duhet të ketë bërë një distancim të qartë para prak, edhe të ketë qenë mbështetës që nga dita e parë i protestës kombëtare, nuk duhet të jetë eksponenti mesëm e lartë i administratës publike që ka qenë pjesë në sistemin e vjetër, edhe nuk duhet të ketë bërë veprimtari agjenturore në dëm të qytetarëve shqiptarë dhe të shoqërisë shqiptare. Duhet të jetë kategorikisht mbështetës nga fillimi në fund i protestës kombëtare pa kompromis. Ka dhe kritere tjera, ne kritere do t'i publikojmë, do t'i bëjmë gjitha publike. Kushdo mund të bëhet pjesë e grupit të punës, por duhet të vitë paraqitet të ketë ndërlidhje me ne që jemi tashmë te grupi punës dhe të angazhohet dhe të zbatoj ato kritere që kërkon puna detyra. Për të bërë tek vendi pjesë, është e hapur përsëri mundësia, nuk është mbyllur mundësia, nuk është as e kufizuar nga grupi në WhatsApp, as nga thirrjet që bëjmë ne. Ne së fundi fare do të bëjmë thirrje mbar kombëtare për çdo që dëshiron të bëhet pjesë e këtij kuvendi. Thjesht duhet plotësoj ato kritere që vetë si fillim ne si grup pune do miratojmë, pastaj vetë kuvendi do t'i kalkulojë edhe një herë këto kritere në filtrin e tij. Dhe së fundi fare këto kritere do miratojnë edhe nga protestat. Duket pak procesi komplikuar, por nuk është dhe aq. Prandaj dhe ka nevojë për pak udhëheqje kjo punë dhe ne po e kryejmë ato udhëheqje me kapacitetet që kemi në dispozicion. Nuk do të ketë negociata. Kushdo që bën negociata me qeverinë Rama kundër vullnetit qytetarëve protestues është tradhtar i kësaj kauze dhe ne as nuk na shkon në përmendje ne si grup punë për formimin e kuvendit që të kemi një ide të tillë e jo më të bëjmë negociata. Dhe ju bëjmë thirrje të gjithë njerëzve, të gjithë qytetarëve që të mos dëgjojnë propagandën e elementëve të partijak si Sara Mile e tjerë persona që kanë thënë po nuk ka negociata dhe nuk pranojmë të bëjmë negociata me qeverinë Rama. Dorëheqje, vetëm dorëheqje qeveria Rama, sepse ky është vullneti i qytetarëve protestues dhe ne nuk dalim nga ky vullnet. Gjithë qeveria me Ramën në krye, me gjithë ministrat e tij, zëvendës kryeministja me radhë kanë sulmuar duke më etiketuar si një person që kam të shkuar të mbushur me vepra penale. Unë kam qenë i akuzuar dhe i proceduar shumë herë penalisht, sidomos për çështje që kanë të bëjnë me protestat, me organizimin e protestave, me veprimtarinë e aktivizmit shoqëri zhvilluese të tilla gjëra. Kam pasur shumë procedime penale në këtë aspekt që po flas. Nuk kam qenë i dënuar asnjëherë për këto gjëra. Unë jam askushi që të merret Rama me mua, po ka merakun që të mos ndërtohet kuvendi dhe si zakonisht godasin personin për të goditur iden. Ju bëj një thirrje të gjithë qytetarëve protestues dhe të gjithë qytetarëve që e mbështesin protestën dhe të gjithë shqiptarëve që janë pro kauzës kombëtare që nuk e duan këtë regjim të vjetër, këtë sistem të vjetër të kalbur 82 vjeçar, të përkrahin idenë e ndërtimit të kuvendit kombëtar qytetar, që do na jap një fuqi të jashtëzakonshme, sepse kuvendi do të jetë një institucion shoqëror i përhershëm, i cili do të ketë fuqinë për të mbledhur protestën kombëtare jo vetëm tani, po sa herë të jetë domosdoshme. Në këtë mënyrë qeveritë tona, kjo që është tani dhe që shpresojmë të iki sa më parë dhe të gjitha ato që do vinë në vijim, nuk do të kenë mundësi të bëjnë me padrejtësi ndaj shoqërisë dhe ndaj qytetarëve shqiptar, sepse sa herë të ndodhin padrejtësi të tilla, kuvendi kombëtar qytetar do të mblidhet dhe do të thrasë protestën kombëtare në shesh dhe protesta do të ngrësh zërin kundër padrejtësive. Në këtë mënyrë ne si qytetar shqiptar, si shoqëri do të kemi në dorën tonë një mjet të jashtëzakonshëm të paprecedent që nuk e kemi pasur kurrë më parë, mjetin që do të na jap fuqinë që atë protestën me 300 deri 500.000 veta të datës 20 qershor të mos e kemi më spontanisht vetëm mbas 36 vjetësh kur mbushet kupa, po ta kemi sa herë që ka padrejtësi serioze ndaj qytetarëve tanë dhe ndaj shoqërisë në tërësi. Mos bini pre propagandës, do ketë shumë shpifje, shumë sulme si ndaj personit tim, si ndaj personave të tjerë që janë pjesë e grupit punës për formimin e kuvendit kombëtar qytetar dhe si ndaj vetë ides dhe projektit të kuvendit kombëtar qytetar. Ndërgjegjësohuni për këtë dhe i kundërshtoni sulmet e tyre me inteligjencë edhe me devotshmëri patriotike adetare. Ju përshëndes të gjithëve, të qëndrojmë të bashkuar, të fuqizojmë protestën kombëtare, të mos e paksojmë, të shtojmë numrat e saj dhe paralelisht të ndërtojmë edhe kuvendin kombëtar qytetar, derisa të jap dorëheqjen qeveria Rama dhe të ngrihet një qeveri e re, siç e do populli protestues, dhe të vijë një sistem i ri që më në fund të na jap çlirimin dhe zhvillimin e domosdoshëm që e kërkojmë me ngulm.